Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studio e madhe e televizionit Vali. Jemi sërish bashkë në kuadër të emisioneve që kanë për problematik debatin, gjithsesi ballafaqimin e mendimeve të kombëtare. Klasat kanë mbetur të boshatisura. Në shkollën që për vite mësuan gjenerata të shumta, më nuk dëgjohet zhurma e nxënësve. Kjo pasi ka disa muaj që shkolla e fshatit Baks të Skenderajt nuk është më funksionale. Dyert e shkollës së fshatit Baks janë mbyllur që nga shtatori i vitit të kaluar. Kjo pasi që komuna e Skenderajt vendosi që ta mbyllë këtë shkollë pas rënjes së numrit të nxënësve. Mbyllja e këtij institucioni arsimor ka mërzitur banorët e fshatit. Uro gjallënia, atë çfarë jetë ka pasën, këto ka pasë jetë shumë mirë, zonat kanë pasën. Unë çdo ditë dal sa të vizitoj mëngjesi, para se më fillu punës aty në market, dal çdo ditë të vizitoj, po kur vi këtu nuk më pranuar që nuk ka zonat më këtë shkollë. Është shumë e rëndësishme. Kanë lumë të zonat ka pasë gjallëni, ka pasë jetë, tash është heshtje totale në fshatin Baks. E nga këtu nxënësit e Baksit detyrohen të shkojnë në shkollën e fshatit Qirez. Po shumë problem dhe një kasisht rrezik. Se shumë pe ato ku jena na banorët, i kanë minimum 3 kilometra kanë me ecë në zoncat. Për po detyrohen me dëku, më pagua ose edhe kam me shku, shumë është rrezik. Mirë po shkolla dëshmorët e Quqavicës në Qirez nuk po shërben vetëm për nxënësit e Baksit. Edhe nxënësit nga fshatrat e tjera për rreth për shkak të mbylljes së shkollave, mësimet po i ndjekin këtu. Drejtori kësaj shkolle shpreh shqetësim rreth largimit të nxënësve nga fshatrat. Shqetësuese është mjaftë sepse ka nxënësa që po ikin, po migrojnë jashtë, më prindët e tyre kanë shkuar më herët dhe tash pe i marrin edhe fëmijët e tyre. Kemi edhe që po gravitojnë nëpër qytete. Ne kemi këtu disa shkolla që janë mbyll, për shembull kemi shkollën e Krasmirovsit, Tashevsit edhe Baksit. Me largimin e nxënësve po përballet edhe Qirezi. Nga shtatori, kësaj shkolle janë larguar plot 10 nxënës, ndërsa në pritje për të migruar jashtë Kosovës janë edhe 3 të tjerë. Zakonisht është mjaft e vështirë për me marrë një orë mësimore për arsye sepse numri sa më i vogël i nxënësve, aq më e vështirë bën zhvillimin e një ore mësimore. Se sa më i madh jetë numri nëpër klasë, domosdoshmë është shumë më lehtë edhe për mësimdhënësin, po është edhe për nxënësin sepse bashkëpunimi në grupe në klasë është mjaft efektiv. Aktualisht shkolla dëshmorët e Quqavicës numëron 187 nxënës e sipas drejtorit brenda çdo viti largohen rreth 15 nxënës. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studio e madhe e televizionit Vali. Jemi sërish bashkë në kuadër të emisioneve që kanë për problematik debatin, gjithsesi ballafaqimin e mendimeve të kombëtare. Për ditën e 17 të fushatës zgjedhore, kandidati për kryeministër nga radha e televizjes vetëvendosje Albin Kurti zgjodhi komunën e Skënderajt. Por me të arritur Kurti në ambientet ku pritej të mbahej tubimi elektoral, filluan tensionet. Qytetarët që ishin grumbulluar para Pallatit të Kulturës në Skënderaj kanë mbrojturitur Hashim Thaçi, UÇK, PDK dhe Albin Hajni, derisa Kurti ishte duke hyrë brenda në sallë. E ministri i Kulturës Hajrullah Qeku i ka quajtur qyçan të orkestruar qytetarët që tentuan të pengonin tubimin e kësaj partie. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studio e madhe e televizionit Vali. Jemi sërish bashkë në kuadër të emisioneve që kanë për problematik debatin, gjithsesi ballafaqimin e mendimeve të kombëtare. Ka një muaj që Greta Kaçinari çdo ditë shkon në klinikën e sëmundjeve të mushkërive në QKUK. Aty është i shtrirë bashkëshorti i saj, kompozitori Gjergj Kaçinari, nga i cili mëngjesin e së dielës mori një telefonat shqetësuese. Vërtet një numër i panjohur i telefonit dhe lajmërohet Gjergji dhe thot Gret më kanë vjedh telefonin. Ishte shumë i shqetësum, thash a jeti i vetmi, tha jo nuk jam i vetmi, edhe 2 tjerëve këtu. Policia ka qenë këtu dhe Gjergjin e ka intervistu. Kaçinari thot se telefoni të shoqit u vë rreth orës 23 të së shtunës.
Ndërkaq sipas informatave që ka ajo, në përdhoma të ndryshme të klinikave të QKUK-s u vodhën gjithsej 11 celular. Kjo është tentim vrasje, Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studia e madhe e televizionit Vali, jemi sërish bashkë në kuadër të emisioneve që kanë për problematik debatin, gjithsesi ballafaqimin e mendimeve të kombëtare. Do duhej të ishte në punë. Mirë po në pazitën e së hënës, urologu A.N, i cili ishte kujdestar në klinikën e urologjisë në qendrën klinike universitare, u gjet duke punuar në një ordinancë private rreth orës 17. Inspektorët shëndetësor këtë e konfirmuan pasi inspektuan specialistin dhe vendin e tij të punës në sektorin privat. Lidhur me këtë është informuar edhe Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Ministria e Mbrojtjes e Serbisë dhe ajo Izraelit nënshkruan marrëveshjen e përgjithshme të sigurisë për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjelltë të dhënave sekrete në fushën e mbrojtjes. Qëllimet e kësaj marrëveshje janë të sigurojnë mbrojtjen e të dhënave sekrete që transmetohen ose shkëmbehen mes palëve, të sigurojnë mbrojtjen e objekteve, sigurinë e personelit dhe çështje të tjera për cilat palët merren vesh bashkërisht, tha Ministria Serbe e Mbrojtjes. Deklarata nuk saktësoi se për cilat projekte bëhet fjalë, por shtoi se nisma për marrëveshjen kishte ardhur nga pala izraelite. Marrëveshja me Izraelin hyri në fuqi para se për ratifikimin e saj të votonin deputetët e Kuvendit të Serbisë. Pyetur nga përfaqësuesit e opozitës për këmbguljen e kalimit të ligjit me procedura urgjente, Ministria e Mbrojtjes në Serbi tha se zbatimi i marrëveshjes do të mundsojë hyrjen sa më të shpejtë në fuqi të kontratave për pajisjen me armatim dhe përmirësimin e aftësive operative të ushtrisë së Serbisë. Por media serbe thonë se marrëveshja në fjalë lidhet me ngritjen e një fabrike në Serbi për prodhimin e dronëve nga kompanitë izraelite. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studia e madhe e televizionit Vali, jemi sërish bashkë në kuadër të emisioneve që kanë për problematik debatin, gjithsesi ballafaqimin e mendimeve të